Rreth 25 milion lekë janë përfitimet e ligjit të faljes që nga koha kur ka hyrë në fuqi e deri më sot, pra rreth 3 muaj më parë. Lajmi konfirmohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, sipas të cilës në këto 3 muaj, nga ligji i faljes nuk kanë përfituar vetëm qytetarët, por edhe institucionet që kanë detyrime ndaj kësaj drejtorie. Një ere tjetër e shërbimit të transportit rrugor është edhe mbajtja e fushatës së dytë të sensibilizimit për ligjin e faljes, e cila do të bëhet me anë të fletpalosjeve për t'i dhënë kështu mundësi çdo qytetari të marrë informacionin që nevojitet për të përfituar nga ligji. Ligji për legalizimin e kapitalit dhe të faljes së një pjese të borxhit doganor dhe tatimor hyri në fuqi në 18 maj të këtij viti dhe në qendër të këtij ligji ishte shmangja e evazionit fiskal. Mungesa e votave në Kuvendin e Shqipërisë përgjysmoi nismën primare të qeverisë, ato të amnistisë fiskale, duke e lejuar në këtë mënyrë vetëm faljen e detyrimeve dhe gjobave. Miratimi i ligjit solli debate të shumta mes mazhorancës dhe opozitës, pasi sipas deputetëve socialistë, mazhoranca e përdori ligjin për efekte elektorale në prag të zgjedhjeve vendore të mbajtura në 8 maj.